Vendin tënd për nostalgji, për patriotizëm, dhe një gjë tjetër është të mendosh si bashkëpunëtar i historisë së re të kombit. Pikërisht këtu mendoj se fillon nevoja për një meditim kombëtar. Shqiptarët në diasporë janë qytetarë të vendeve ku jetojnë, ata janë pjesë e natyrshme e zhvillimeve dhe sfidave të atyre vendeve, por të gjithë kanë me vete një copë Shqipërie. Ajo Shqipëri heri ka bërë krenar, heri ka mërzitur, por ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë aty. Unë jam i bindur se kjo është gjëja më e bukur e çdo shqiptari në diasporë. Është një motiv që e mbush dhe e bën të realizohet sa herë që e prek. Është një burim i kujtimeve, që sa më shumë kalon koha, aq më të bukura bëhen. Çështja është si ta bëjmë atë pjesë Shqipërie jo vetëm një burim kujtimesh, por dhe një burim ëndrash. Ndryshimi i sistemit me gjithë çorodin shpirtërore pas viteve 90, që e pasoi në këto dekada, na shtyu drejt zgjedhjeve individuale, por na dobësoi lidhjet njerëzore. Sot është momenti historik për një klim të re shpirtërore. Shqipëria mund, duhet dhe ja vlen të jetë jo vetëm jeta juaj e shkuar, por edhe jeta e ardhme. Të mendojmë së bashku për të ndërtuar këtu në Shqipëri mundësi pune, sipërmarrje dhe karriere për të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe në botë që duan të jetojnë një jetë me mision. Shqipëria ka vend dhe mundësi për gjithë shqiptarët. Kthimi i diasporës në Shqipëri duhet të jetë narrativa jonë kombëtare. Frymëzuar nga dashuria për Shqipërinë, nxitur nga mundësitë që ofron ky moment historik për Shqipërinë, mbështetur nga potenciali për të ndërtuar një histori suksesi që do ta ndihmonte këtë komb të kapërcente kohën dhe të përqafonte të ardhmen. Le ta fillojmë me disa detyra imediate, ku ka nevojë për të gjithë. Të mbështesim intensivisht procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke përcjellë te bashkëqytetarët tuaj në vendet anëtare të Bashkimit Evropian të vërtetën tonë, vokacionin tonë historik perëndimor. Ata një ditë, jo larg nga sot, do të duhet të votojnë drejt për drejt në referendume apo përmes përfaqësuesve të tyre në parlamentet respektive për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ta përsërisim në çdo takim, në çdo mjedis evropian dhe botror, domosdoshmërinë e njohjes së plotë të Kosovës, antarësimit të saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe integrimit të saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Të flasim pa u lodhur dhe me kokën lartë për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës e në Malin e Zi, të intensifikojmë bashkëpunimin parlamentar mes deputetëve shqiptarë në rajon, të unifikojmë botën tonë akademike, e të forcojmë lidhjen ndërmjet universiteteve shqiptare, të hapim universitetet tona për të përthithur kontributin e mirë a ekspertëve shqiptarë në diasporë. Vetëm në një program të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, janë regjistruar mbi 4.000 ekspertë shqiptarë të nivelit doktor shkencash, PhD, e lartë të gatshëm për të kontribuar. Të forcojmë lidhjet ekonomike dhe të blejmë Shqip. Nëse tok fjalëshi Shqipëria, vendi i mundësive i 10 milion shqiptarëve, u mësohet fëmijëve kur lindin dhe përsëritet gjatë gjithë jetës, një ditë ai do të ndodhë. Ju falenderit.